Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk përjashtoi asnjë skenar për protestën e 10 shkurtit. Në një bashkëbisedim me qytetarët online, kryedemokrati paralajmëroi se opozita ka në plan të gjitha format e mosbindjes civile. Partia Demokratike ka në plan dhe në projekt të gjitha format e mosbindjes civile. Kërkon që çdo qytetar të realizojë se kemi të bëjmë me një diktaturë autokratike, në të cilën gjitha pushtetet janë të përqendruara në një dorë, në të cilën institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin. Berisha ironizoi dhe partitë e tjera opozitare, për të cilat u shpreh se heshtja e tyre i shërben vetëm qeverisë. Se zgjedhësit, ata që kanë votuar Agron Shehaj, nuk e kanë votuar që ai të mos bashkohet në një front të gjerë opozitar për të larguar të keqen më të madhe Edi Ramën, mbasi jam i bindur se ata qytetar sot po t'i pyesish konsiderojnë Edi Ramën të keqen më të madhe. Opozita është e hapur, unë e kam theksuar, por ju kam njoftuar se ata që duan të bëjnë opozitën e opozitës, ata janë faktikisht në shërbim të tjetër kujt. Pyetur se pse nuk fton Lulzim Bashën, Berisha nuk i kurseu sulmet për ish kryetarin e Partisë Demokratike. A nuk patë rastin ata për qenë të mirë të Shqipërisë, kjo parti, a nuk u dha atyre çdo mundësi, të lutem, a nuk u dha atyre çdo mundësi, dhe çfarë përdorën? Mirësitë e Bamir Topi ishin pronat e tij, të Lulzim Bash pasurimi i tij dhe shkatrimi. Gjatë bisedimit online, kryeopozitari rikonfirmoi se Partia Demokratike nuk do të ndalë tubimet deri në rrëzimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike. Regjimi po ecën drejt agonisë.